Unë mendoj që, asgjë nuk zgjidhet dhe aq më tepër nuk ka një gur magjik që i zgjidh gjitha. Por unë mendoj këtë që lufta kryesore për të hapur një proces rregullimi gjërash është lufta me politikën. Se unë mendoj që politika këto 30 vite ka qenë faktori kryesor pengues në zhvillimin e vendit. Sigurisht vendi ka pasur shumë zhvillim këto 30 vite, por zhvillimi ka qenë i natyrshëm normal sepse është zhvilluar shoqëria. Shoqëria është zhvilluar, ama politika jo. Dhe politika e ka penguar shoqërinë që të zhvillohet me ritmet që ajo do i zhvilluar nëse politika do të qenë normale. Ajo që po bën Spaku është po përpiqet të lidh duart politikës dhe në momentin që Spaku do ketë një fitore ndaj politikës, unë mendoj që gjithë aspektet e tjera, të cilat kanë qenë pengues gjithashtu siç është gjyqësori, siç janë institucionet e tjera, do jenë më të brishta dhe më lehtësisht të sulmueshme nga një gjyqësor i cili ka vullnetin të bëjë gjëra të mira, edhe brenda vetë gjyqësorit. Pra, sigurisht sot unë them që ka më tepër probleme në drejtësinë në pikën fundore ku ju thoni, për shkak të faktit që realizimi i reformës së drejtësisë pati një periudhë voneze ku vendi mbeti pa gjykate dhe shkruar një një stok i madh çështjesh të pagjykuara dhe sigurisht që sjellin voneza të tmerrshme në gjykim. Por gradualisht, nëse ky gjyqësor do të fillojë të funksionojë dhe të ndëshkojë edhe vetë brenda vetes, pra të ndëshkojë gjykatës dhe prokurorë të cilët janë të korruptuar në prokuroritë e rrethave apo në gjykatat e rrethave, kjo do të sjellë një sistem, një përmirësim të sistemit gjyqësor, i cili pastaj do të prodhojë në një plan më afatgjatë një rregullim të institucionalit të drejtimit. Por sigurisht kjo nuk bëhet menjëherë, do jetë rrugë akoma dhe më e gjatë se kjo që ka nisur, po ama nuk ka rrugë tjetër. Rruga është o do shkojmë drejt progresimi o do rrim aty ku ishim. E kuptoj. Kjo është themi vetëm shans që ne kemi për të ndryshuar rrugë dhe për shkuar drejt një procesi përmirësime, të cilat mund ta bëjnë dhe ne një vend normal siç janë gjithë vendet e bllokut ku ne kërkojmë ta ndërsohemi. Jo, e qartë. Pjesa e dërmuese e shqiptarëve kuptojnë që pavarësisht se janë njerëz që votojnë PS-n apo PD-n, janë njerëz që duan PS-n apo duan PD-n, nuk ka rëndësi. Kjo s'ka rëndësi fare. Kuptojnë që ne jemi në një varg drejt Bashkimit Evropian dhe nuk ka rëndësi se kush është kryeministri i vendit, e rëndësishme është që ne të hyjmë në BE dhe më pastaj le të shohim se si janë proceset që do të jenë më të monitoruara, duke qenë pjesë e Unionit. Megjithatë ti the është zhvilluar shoqëria, por forcat politika ka mbetur dhe duket sikur është Spaku, por në fakt nuk është Spaku që duhet të ndryshojë mentalitetin e forcave politike. Dhe ne këtu kalojmë te dy partitë më të mëdha, te dy forcat politike më të mëdha që duket se nuk po lënë terren fare për mendim ndryshe politik dhe janë dy të mëdha që e kanë dominuar territorin dhe po e ruajnë centimetër në centimetër. Në fakt ai sa duhet. Te këto dy ashit e njëjta gjë. Kur nuhatet që ka fraksione dhe skizma, me njëherë shpallen ose armiq të popullit ose lihen në një injorim total, nuk ju jepet zë në mënyrë që të shuhen në eshtje. Pse kjo strategji nga dy të mëdhenjtë e politikës, respektivisht në PS dhe PD, Rama Berisha? Duhet të thellë një gjë që është në natyrën e politikanëve, sidomos ata që janë liderë dhe janë pushtet, që të sillen në mënyrë autoritariste dhe të pengojnë hapësirën e kritikëve. Sepse askush nuk e do kritikën në thelb e para. Dhe dyta, sepse është në natyrën e politikës që të kërkojë politikani që të ketë sa më shumë pushtet. Problemi qëndron që në demokraci shoqëritë ndërtojnë institucione të cilat kanë një qëllim në demokraci. Pra demokracia ka një qëllim thellë, ti lidh duart politikanit që është pushtet, që të mos ketë shumë pushtet, sepse kur ai ka shumë pushtet abuzon me të. Dhe në këtë mes edhe partitë, edhe qeveria, edhe gjithë sfera politike duhet të ishte ndërtuar në një mënyrë të tillë që ai që është në krye të mos ketë fuqi që të kontrollojë gjithçka që ka poshtë. Në thelb për këtë punë është dhe ndarja e pushteteve, për këtë punë janë dhe rregullat brenda çdo strukture, për këtë punë janë statutet, për këtë punë është kushtetuta. Mirë, po këto nuk funksionojnë sepse ata që janë lart ndërtojnë sisteme paralele, të cilat shmangin detyrimet institucionale dhe ligjore, por nëpërmjet influencave latente të fshehura në underground, ata kontrollojnë dhe asgjësojnë funksionimin e institucioneve dhe ligjit. Kjo ndodhe me partitë tona. Partitë tona janë të kapura, siç është kapur pushteti, siç është kapur qeveria, siç kapen institucionet, kapen dhe partitë. Dhe mu mendoj që këtu buron kapjet e tjera. Duke kapur partitë, kjo pastaj ju jep mundësinë liderëve që të kapin dhe të kontrollojnë çdo gjë tjetër. Unë mendoj që ka nevojë patjetër për një ligj për partitë politike për të demontuar këtë lloj kapje që i bëhet këtyre institucioneve, sepse partitë nuk janë private të liderëve të tyre. Madje nuk janë as të antarëve në thelb. Partitë janë të shoqërisë. Pra, partitë ndërtohen mbi një ligj
ekzistus dhe janë instrumente për shkuar drejt pushtetit në mënyrë që të shërbehet Kemi një shoqërisë. statut të cilin e respektojmë. Pikërisht duhet që ligji për partitë të pengojë mundësinë që të ketë autoritarizëm brenda partive, pra të jap mundësi të ketë frymë demokratike brenda partive. Pas sigurisht partitë do të zgjidhin vetë gjërat, por një për shembull që mund të jetë transparenca e parave dhe fondeve, transparenca në fushata, tjetra është çështja e gjykimeve të brendshme, pra që mos t'i lihet vetë ai që drejton ai dhe i gjykoj kur ka përplasje brenda partive. Mirë, ti mendojnë që kjo vjet me ligj o me mentalitet? Se për Sigurisht që shembull, kjo ka se tani nëse ka një mentalitet demokratik, këto forca politike dhe me statutet respektive që kanë, patjetër që do kishte një llogari, një kërkesë llogarie të ndryshme ndaj liderëve dhe leadershipi do kishte një llogari dhënie tjetër apo jo. Pra, ne shohim zëra si në PS si në PD, thash që edhe kur janë serioz, njerëzit nuk është se i besojnë shumë. Nuk i besojnë shumë se thonë tani u kujtuat flasi? Ose nuk kanë qenë koherent me kauza të ngjashme kur janë ngritur më parë nga të tjerët. Ti mendojnë që ligji do të jetë regulator për këtë situatë në për këto forca politike? Është absolutisht e vërtet që më shumë se sa ligji është mentaliteti ai që i krijon këto fenomene. Por sigurisht që mentaliteti që ndryshojë do duhet shumë punë dhe është punë shumë e gjatë. E para, e dyta dhe duhet punuar, nuk është se duhet ta anashkaluar kjo gjë, por